Sheshi Shatërvan në qytetin e Prizrenit u kthye këtë të hënën në një skenjë të hapur vallëzimi. Në tingujt e valsit dhe balleve popullore shqiptare, zemra e qytetit u mbush me ritëm e gjallëri, jo nga ansamble artistike, por nga vizitorë të shumtë nga Shqipëria, të cilët e kishin e pushtuar Prizrenin nga ura e Gurit e Kalaja tek kompleksi lidhjes shqiptare të Prizrenit e Shatërvani i famshëm. Të parë që ndezën atmosferën ishte një grup të rinj nga Prenjasi. Që 8 dhjetorin, ditën e tyre kombëtare të rinis, e festuan në Prizren. Vizitor për herë të parë, ata u përfshin në valle në tingujt e saksofonit të një artisti rrugë nga Korça, i cili prej vitesh jeton në Kosovë dhe e ka kthyer sheshin në skenën e tij të përditshme. Të rinjtë nga Prenjasi ndan emocionet dhe përshtypjet për qytetin e vjetër të Prizrenit, bukurinë e tij dhe mikpritjen e banorëve. Si një eksperiencë e parë jemi kënaqur shumë, sepse e ndezëm atmosferën, falenderoj muzikantët që na mbështetin dhe çfarë të them, faleminderit që jemi shqiptar dhe kështu. Si u duket Prizreni për herë të parë? Prizreni është një vend shumë mikpritës, na mikpriti shumë mirë dhe jemi shumë fatlum që e zgjodhëm këtë vend për ekskursion. Ju vini nga shkolla e mesme? Po, jemi në gjimnazia Halit Bërzeshta, me këtë rast edhe ndjerim emrin në gjimnazit tonë. Jemi shumë krenar që ne mundsoi këtë udhëtim në Prizren. Si u duk atmosfera kërcyt Shatërvan? Hera e parë në Prizren ishte shumë bukur, vendi shumë bukur, kërcye. Tani do vizitojmë në pjesën tjetër. U përfshit edhe një atmosferë festive krijohet në Shatërvan. Pse e këtë? Po nga që ishte hera e parë dhe menduan se nuk do vimë dhe thjesht për Për herë të parë si u duket Prizreni? shumë mirë. Do vini prap? Atmosferës ju bashkua edhe një familje nga Tirana, e cila po e vizitonte për herë të parë Prizrenin. Ata nuk qëndruan thjesht spektator, por dolën në shesh për të vallëzuar mes turmës. Vi nga Tirana, po vi për herë të parë në Kosovë, por këtu në Prizren që nga shumë bukur. Pse është shumë bukur? Po gjeta një ambient shumë të ngrohtë, gazmor, edhe më pëlqeu shumë, futa në valle me tritë. Si u duk valle? E përjetuat këtë? E përjetoj me shumë emocion, sepse unë rrjedh nga një familje që babai im ka qenë muzikant, i ka rënë fizharmonikës, dhe pse e trashëgoj, do me thënë, këngën popullore, falë, kam shumë emocione. Prandaj dhe u futa në valle. Ne vim nga Tirana. Edhe hera parë në Prizren? Është hera e parë në Prizren, tani kemi shumë pak që kemi arritur. Si u duket Prizreni? Po, deri tani shumë këndshëm. Shpresojmë që ta kalojmë shumë bukur, dorim një natë këtu edhe do kthehemi nesër. Shumë nga Shqipëria vinë gjatë sezonit dimror në Prizren. E frekuentojnë shumë. Cila është arsyeja mendon ti? Arsyeja, nuk besoj se ka ndonjë arsye të veçantë, mbase vini edhe për Borën, për këto vendet që janë si Brezovica, Prizreni kisha dëgjuar, domethënë kisha kaluar një herë, po s'kisha ndonjë asnjë arsye. Duket vend i këndshëm nga sa kemi parë nga fotot, kështu që vend që jemi me njëri tjetrin, ndihesh si në shtëpinë tënde, kjo është e rëndësishme për shkak. Këtu jemi në zemrën e Prizrenit. Si ju duket kjo zemër për herë të parë si ke pa? Po, na dha një impakt shumë pozitiv, shumë e bukur, shumë e këndshme. Tani do vizitojmë këto qendra Kalana, do urën e famshme, do bëjmë foto, do kënaqemi, do ham. Kjo tablo festive u mbyll me një grup vizitorësh nga Tirana, të cilët gjatë pasditës i dhanë notat e fundit kësaj atmosfere spontane që u shijua jo vetëm nga qytetarët e Prizrenit, por edhe nga turistë të huaj që ndaluan për të filmuar e përjetuar nga afër ritmet shqiptare në zemër të qytetit historik të Kosovës.